Në këtë konstelacion forcash, jemi të palëkundur se me kë e shohim partneritetin për Kosovën. Deklaroi Faton Peci për koalicionin e guxo me vetëvendosjen e Albin Kurtit, por ky partneritet i palëkundur e ka lëkundur vetë listën guxo. Afrimi i vazhdueshëm me Kurtin dhe largimi nga fryma fillestare politike kanë prodhuar përçarje brenda një subjekti që edhe ashtu kishte strukturë të brisht. Pozicionimi i Vjosa Osmanit pranë LDK-s nuk është pritur njësoj nga të gjithë brenda guxos. Juftoj që të bashkoheni në këtë mision, sepse rrugët që mbyllen nga padrejtësitë gjithmonë hapen nga populli. Osmani ka mobilizuar një pjesë të figurave që dikur u rreshtuan pas saj politikisht. Jeta Statovci, Haxhi Avdyli, Buri Meta edhe Albina Reshitaj tashmë shihen afër krahut të Osmanit. Tensionet mes këtyre dy grupeve po bëhen edhe më të dukshme. Unë e piftoj vetëvendosjen, bani luftë ndershme, sepse nëse doni luftin me pas. Në ndërkohë Kurti po tenton të minimizoj fuqinë e Vjosa Osmanit e bashkimin e saj me Lumir Abdigjikun. Njerëzit kanë dëshira, dhe kjo është normale, po nuk do të më ngatru dëshirat me fakte. Në anën tjetër, besnik të linjes së bashkëpunimit me Kurtin kanë mbetur dy bashkëkryetarët e guxos, Donika Gërvalla dhe Faton Peci, dhe profesori i kontestuar nga Parisi, Nezir Kraku. Kur një parti që u krijua në emër të guximit për ndryshim, përfundon e ndarë mes dy kampeve politike, mbetet pyetja nëse guxo vazhdon të ketë një identitet të vetin politik, apo tashmë është shndruar vetëm në një satelit mes Osmanit dhe vetëvendosjes.